Përshëndetje të dashur shikues të emisionit Personazhe në Fokus. Ditët kalojnë shpejt dhe shtuna e mbrëmjes vjen përsëri me personazhe të tjera. Sot në emisionin ton kemi zgjedhur një personazh apo një figurë që ka lënë breza të tërë të qishin me lot, një emër i njohur i skenës së humorit lushnjar, një aktor mbi 60 vite jetë artistike, Petraq Dimitri. Një udhtim mes batutës, kujtimeve, pasionit dhe artit. E qeshura e gjithë qytetarëve lushnjar apo skenave në ish estradat profesioniste që dikur ishin ato që çdo të shtunë në mbrëmje mblidheshin shumë qytetar apo familjar për të ndjekur humorin shqiptar. Petraq Dimitri, një figurë e shquar e skenës lushnjare dhe në karrierën e tij. Petraq, faleminderit që pranuat të ishit pjesë e emisionit Personazhe në Fokus. Pikërisht ne kemi zgjedhur një pikë të qytetit të Lushnjës, një pikë me një emër, Blerimi. Dhe për mua është e kënaqësi që ju sot do jepni gjithçka nga vetja për shikuesit e emisionit Personazhe në Fokus. Faleminderit. Pa humbur kohë. Fillojmë ato pyetjet tona gacmuese, po me atë buzëqeshjen brillante dhe me ato gacmimet e humorit tënd, ashtu se ti si ke qenë në jetën reale, po ashtu dhe në skenën lushnjare. Si kujtoni ditën e parë kur u ngjitët në skenën e estradës profesioniste të qytetit të Lushnjës? E kujtojnë gjithmonë me mall. Ka qenë një ditë e veçantë. Unë u afrova pranë estradës aty që nga dhjetori i vitit 1962, ku punonja si mekanik në oficinën në Benjës të Nëndorit. Dhe filluam provat si këngëtar popullor, dhe i ndjeri Niko Deda, drejtuesi i muzikës, profesori nderuar, kompozoi një duet apo stafat për mua dhe partnerën time Vide Gjermani. Dhe pasi u përgatitëm këto aty, qelloi që do bësh një shfaqje, do jepësh një shfaqje në Krutjen e Poshtme në fshatin tim, ku unë u linda dhe u rrita. Dhe pikërisht kjo ka qenë dita që unë nuk e harroj, sepse u ngjita për herë të parë bashkë me trupën e estradës profesioniste të qytetit Lushnjës, dhe debutova atje për herë të parë atje dhe ishte kënaqësi e veçantë, shumë e veçantë. Nuk e harroj atë ditë aty. E kam parasysh gjithmonë. A morë duart rokitje Petraqi? Shumë. Si ndjeve kur morë duart rokitje? Jashtëzakonisht i impresionuar, sepse ishin njerëzit e mi ku unë kisha punuar dhe më përpara aty njiheshim me të gjithë me duart rokitën dhe unë ndjeva shumë i emocionuar. Të kalojmë te pjesa tjetër që është akoma dhe më ngacmuese. Cili ishte roli që ju lanë më shumë bresa gjatë karrierës tuaj artistike dhe ndoshta ju jeni një nga njerëzit që në këtë ish estradën profesioniste të qytetit keni pas edhe bashkëshorten pjesë e kësaj estrade dhe ajo a ka qenë jo në ndihmes në pozicionin e lutjes të roleve në bashkëshort, në dashuri, në role të ndryshme, në kritika, si u ndjet bashkë? Shiko, ne artistët aty nuk i ndajmë dot rolet, sepse janë dalin nga shpirti jon, janë nga vetja jon aty, kështu që nuk i ndajmë dot që të themi ky ishte më i bukur apo ky ishte më të. Ajo që ne kërkonim te rolet ishte mjeshtria e hedhjes së batutës. Do të thënë batuta duhet të vinte si gong. Po të vinte si gong dhe spektatori e priste mirë dhe do qeshte dhe të duart rokiste dhe të gjitha ato. Kështu që unë kam luajtur rreth 700 role, sepse 168 premiera që kam luajtur unë, ato janë 176 që dha estrada profesioniste Në qytetit? Në qytetit të Lushnjës gjatë eksistencës së saj. Ish Pallati i Kulturës në ato kohë, sot Qendra e Artit Vaçezela. Po, tjeti. Edhe
Në parantezë këtë më vjen mirë që ajo qendër kulturore po rihabilitohet tash, po rikonstruohet atje dhe themi se kam parë, kam hyrë brenda, kam parë dhe duhet dalin që e bukur. Mos kaluar të pyetjet e tjera sepse do dalim tek ajo pjesë qendër, po thjesht mua më duhet bashkëpunimi Petraqit dhe Nitrit dhe Athinas. Ish bashkëshorti ai që sot e ndjerë, është e ndjerë dhe ka një kujtim shumë të madh me ishte stradën profesioniste, një nga aktorët më të mëdhenj të kësaj estrade. Po, ashtu është aty. Bashkëpunimi ynë ka lindur që në fshat. Ne atëherë ishim të dy në shkollë të mesme, ajo ishte në pedagogjike në shtatë mendorin në Tiranë, unë isha në Politeknikum në shtatë mendorin në Tiranë. Dhe gjatë verës kur vinim në fshat, fillimisht e dëgjova këtë që kishte kënduar një duet atje Çobanit, quhesh ajo, këndonte me një kooperativist. Një burr aty nga fshati që ishte këngëtar shumë i mirë, këndonte sidomos këngë muzikare, e thante, këndonte, kërcente. Edhe këndoi me këtë dhe e dëgjova aty. Pastaj ai nuk e ndikte dot që të shkonte të jepte shfaqje sepse ato grupet tona ti shkonin jepin shfaqje nëpër fshatra të tjerë dhe nuk i ndikte dot që të vinte të performonte bashkë me ata, me grupin, kështu që u detyrova e mora unë. Aty kur lindi roli, lindi dhe dashuria? Shiko, afrimi i dueteve tona, të këngëve të ti, në afroi dhe si... Lindi dashuria? Lindi dashuria, po jo kështu oti, po shumë ashtu... Lindi nëpërmjet profesionit dhe të këndimit të këngës në art dhe në humor, apo lindi thjesht me të shikuar? Edhe të këndimit dhe të shikimit dhe për të diun aty dhe nuk shpreheshim karshi njëri tjetër, vetëm se e pëlqenim që të rrinim bashkë. A ka qenë bashkëpunuese bashkëshortja juaj në skenë? Shumë. Ajo këndonte, luante dhe kështu që unë gjeta tamam të partneren e duhur atje për të luajtur në skenë. Ishte lidhja me humorin apo me jetën? Lidhja dhe me humorin dhe me jetën. Lindi dhe me humorin dhe me jetën dhe pastaj unë duke u parë aty të këto grupet atje kur neve në një koncert që bëm në të aty kishin ardhur dhe një 4 shok e shoqe që këtej nga estrada, edhe ata atje më panë më shtuan e thanë do të vish aty. U afrova unë skenë, po prap duke kënduar të këngën e Çobanit në një koncert i madh që bësh për një konferencë aty. A kishte vështirësi të bëje humor në kohën të vështira të sot, ke kishte problemet sociale, ishin problemet politike që ato nuk të lejon që ta bëje humorin ashtu si ti kërkoja ta bëja? Jo. A goditesh ndonjëherë Petraqi apo Athinaja? Si ishi? Jo, nuk ishte përkundërzi. Merrnim përgëzime për gjithë ato që bënin atje, pëlqime, edhe na takonin, na uronin, e gjithë ato aty. Nuk ishte aq gjëra të tilla, po e vështirë ishte. Vështirë ishte luajtja, sidomos ne kur shkonim në fshat, që bësh shfaqje në fshat, ishte ngjarje për fshatin atje, po ka ardhur një trup artistike dhe vinë njerëzit atje me gjithse ishin lodhur gjithë ditën ashtu, po kërkonin dhe ata argëtim, kërkonin që të shplodheshin. Si e bënte Petraqi grimin e vetës duke i përshtatur humorin atje? Vetë bënim grimin atje. Vetë bënim grimin aq sa kishim atëherë, aq sa kishim ashtu aty, po erdhën pastaj ca lapsa, ca kështu atje dhe bëjmë në një mustaqe, në një kështu aty, në një rrudhë aty, sepse zakonisht... Garderoba ishte strikte në vendosjen e një personazhi? Garderobë s'kishim, ishim shumë të vakët nga garderoba, nuk ishte... Pastaj erdhi duke ashtu aty, po prap edhe kur mbaroi garderoba nuk e arriti atë qëllimin e saj që kishte aty, që t'ishte e plot, mos të ashtu aty, po gjithmonë me të mbledhur, me të gjetur një kapele njerit, një diçka tjetrit, ashtu, për ta prur atë figurën, domethënë për të ndryshuar diçka që të besonte ai që do të shikonte, domethënë që është një figurë. Si do të ishte një rol i spikatur që ndoshta për momente të përcaktura të arti, ju godisin dhe atë
sistem, ndoshta me një batut të hedhur apo një batut ndoshta fshehur dhe kaluar kalimti. A kishin ndonjëherë kritika të brenda vetes? Kishte, jo brenda vetes, po kishte edhe nga të tjerë që shikonin që edhe ju vinte pak thartë atje dhe nuk fare i pëlqenin këto aty, nuk kënaqeshin me këto. Po jo, nuk do të ishte ashtu, po jo do të ishte kështu, po kishte edhe to. A mbushesh skena? Mbushesh skena, mbushesh salla, mbushesh aty, po shfaqet aty këtu në qytet, sidomos nga fillimet atëherë që nga 62 deri nga 65 që unë isha këtu aty pa i kurushtar. Skena mbushesh, po shkonte deri në 3-4 shfaqje dhe pastaj fironte. Ata ishin që spektatorët që ndiknin dhe lushnja atëherë ishte e vogël atje. Po ju kur bëni këto rutinat ose vazhdimësia e varieteve, për shembull në strada ose bashkëpunimi midis qendrave kulturore në atë kohë me shtëpitë kulturore në atë kohë në rrethe, si ndihesh grupi, si shkonte, si kishte këtë bashkëpunimi? Atëherë Ministria e Kulturës, e Arsim Kulturës, atëherë nga ajo vareshim, nxori një kështu, që beshin takimet e stradave profesioniste. Për shembull, në vitin 63 është bërë një takim, u zhvilluan këto takimet dhe ishin caktuar 4 në një qytet, 4 në një qytet, 4 në një qytet. Sa ishin atëherë 12 estradat në gjithë vendin. Edhe neve në ra për ashtu radha që të shkonim në Durrës, ku ishte estrada e Durrësit, e Beratit, e Fierit dhe e Lushnjës. Ato ishin trupat të vjetra që kishin nga 5-6 vjet që ishin krijuar dhe sigurisht që kishin marrë një farë eksperiencë. Kurse ne ishim trupe re që nuk kishim Kush ishte regjizori e asaj kohe kur ju keni qenë 6 vete apo ju? Atëre kur vajta unë atje regjizor erdhi Gzim Libohova. Dhe drejtuesi i orkestrës ose shefi i muzikës ishte Fotaq Filipeu. A ka pas emër Lushnja në atë kohë me vetë elementet lushnjare? Këtë do të them, këtu do dalë. Vajtëm në Durrës aty. Shfaqja jonë nuk e di që e dyta, e treta, nuk e di natë, sepse beshin shfaqjet, natën e pare pati Durrësi si vend pritës, tërnesmen gjatë ditës do beshin oponencat. Kishte oponenc teatri, kishte oponenc muzika, kishte oponenc dhe skenografia. Dhe besh një këto aty, dilin flisin ata, pastaj diskutonin aktor, artistë, e të tjerë, që kishin dëshirë të diskutonin, dhe kur diskutua shfaqja jonë të nesmen, sinqerisht neve ngelim një çik kështu të habitur, sepse edhe oponenca e teatrit dhe muzikës dhe U vlerësuan. Edhe atje u vlerësuan me një ashtu trupe re, por vjen me gjëra të bukura, vjen me humorin e saj të muzikës, dhe nga paraqiti një shfaqje të bukur. A ka pas pen muzikëria në humor? Ka pasur. A ndjet Petraq Demitri i vlerësuar me kontributin e tij sot që jeni edhe në pension? Jo, fare. S'do ta di njeri se kush jam. Themi spektatorët, vendasit, lushnjarët, ata të gjithë, kushdo që më sheh, më takon, më pyet, më kudi unë, jam shumë i vlerësuar nga qytetarët se sa nga institucionet? I vlerësuar nga qytetarët, edhe se nga ato aty, dhe prandaj dhe ndihem mirë, pavarësisht se jetoj vetëm, por ndihem mirë midis njerëzve të mirë. A ka njerëz të mirë që shoqërojnë Petraqin? Ka. A ka njerëz që dikur pas viteve 90 që sistemi prishi, shkatroi estradat, shkatroi teatrat, shkatroi çdo gjë, figurat të ndritura ngelen po statujat e këtij qyteti apo të gjithë vendin, të gjithë Shqipërinë, dhe a ka pas njerëz shkopin? Po ka pasur, sigurisht në rrota, ka pasur, ka edhe do të ketë. Gjëra të tilla, sidomos në art, njëherë ka shumë xhelozi, ka shumë kështu aty, mos e kush është ky apo ku di unë. Ka plot gjëra kështu aty. Po megjithatë, Lushja ka pasur një spektator të shkëlqyer, shumë të mirë, shumë pritës.
ta merrte fjalën nga goja atij të Dortokisë, të kuptonte që nga ajo që çdo thoshe, do ta shkoti dhe shumë mirëpritës, shumë të dashur, pastaj kur dilje jashtë atij Para se të kalojmë te pyetja tjetër, unë do të bëj një pyetje pak domethënëse edhe nëse ju, sepse ju jeni keni një karakter që jeni shumë domethënës dhe shumë kërkues në vetveten, por shumë i afrueshëm me të gjithë njerëzit që komunikojnë rreth teje. Si ke pas marrëdhëniet me ikonat e qytetit Lushës dikur, si Vaçezela, Margarita Xhepa, aktorë të mëdhenj, shkrimtarë si Vat Korreshi, dhe aktori Arsan Dervishi, ka një mori artistësh që kanë qenë pjesë e stradës profesioniste dhe thjesht shikuesi është kurioz të di çfarë ka qenë Petraqi dhe Dimitri midis këtyre ikonave të qytetit Lushës, pavarësisht se vite më vonë këta janë larguar drejt kryeqytetit, duke dhënë artin publikut. Ata, domethënë, kur krijua estrada profesioniste, nuk kishin asnjëri këtu. As Vaçja, as Margarita. Margarita kishte filluar që shpejt në teatr, Vaçja po iku, u afrua tek estrada ushtarit, tek Diu Meral, kështu që ne s'u takuam asnjëherë në shfaqje me apo të na shikonte një herë Vaçja aty, nuk na asnjëherë. Vetëm se kur ne e ftonim që kishte një koncert të rëndësishëm këtu, venin e merrnin atë Vaçën sidomos më tepër për të kënduar për të ashtu. Margarita vinte vetë rrallë aty. Vinte gjithmonë Lushnjë sepse kishte njerëzit dhe vinte takonte andaj, po vinte na takonte edhe neve. Edhe ne ndiheshim mirë me ata kur takoheshim. Edhe ata me ne, edhe ne me ata, dhe ne i shikonim me syrin që çdo shohim nga këta edhe çdo na japin, çdo na thonë. Si priste spektatori? Shumë mirë, shumë i priste. Edhe ata, edhe ne, edhe gjithë atje. Biles kënaqësi kishin aty, sidomos Margarita tregonte shumë mirë që kishte shumë respekt e shumë dashuri për qytetarët e Lushnjës, si vendase dhe donte ti kur do që vinte rrugës do nisesh, ata i afroheshin të takonin dhe ajo i takonte me shumë dashuri, me shumë mirësjellje. A ka Petraqi në një idhull nga vetë qyteti i Lushës që sot janë ikona të ndryshme që nuk jetojnë dhe pikërisht në këtë emision mund të thuash që shiko, ky ka qenë kështu dhe realiteti është kështu dhe realiteti është ky ka dhënë kaq ka kontribuar për këtë qytet. Pak e vështirë si pyetje, po jo, e vështirë është, po unë do të them atë që unë kur shkova në Politehnikum në Tiranë, unë u ngjita pas teatrit. Dhe shkonja të shtunë për të shtunë, që ne kishim liri dalje, ishim të lirë, dhe shkonja në teatr, prisja biletën dhe shkonja në teatr, dhe ati e pash dhe i njoha Margaritën. Margaritën, Ilian, ati e i pash dhe i njoha ata. Dhe ajo më tërhoqi më shumë pastaj aty. Duke parë, duke ndjekur aty, atëherë u dashurova shumë mbas artit edhe mbas skenës. Përveç se keni qenë prej vitesh aktori estradës, po dhe i premierave të ndryshme në teatr. Lusha me Firin është dhe komshi. Po. Si u dukesh estrada Firit në ato vite? Sigurisht, estrada thash që neve ishim atje në takimin e estradave dhe atje, estrada Fierit u paraqit ashtu aty, kishte një eksperiencë më përpara se neve, po. Megjithatë, ata na gjithmonë ishin të prirur për të bërë shfaqjet përbashkëta me ne, dhe ne atë e realizuam në vitet 80, kur erdhi regjizor Lega Bungo, vum një komedi të muzikuar dhe të ashtu, dhe me balet brenda dhe me të gjitha këto, dhe shfaqja shkoi shkëlqysh 12 shfaqje në Fier, 8 në Lushnjë, 8 në Tiranë. Dhe më thënë ajo kam u dha bashkë aty, rreth një 33-34 shfaqje. Ka pasë raste që grupi i estradave që ishit në shfaqje, jepshit të humorin, duart rokiteshin nga spektatori, dhe a kishit që në një humorin e ktheni edhe plus dyti që nuk largoheshit nga sa sepse ngrishin spektatorin në këmbë? Po, kemi pasur aty, kemi pasur një rast i parë ka qenë në Shkodër. A u kujtohet humori, cili humor ka qenë?
Ka qenë ishte një temë kur atëhere kur liroshin nga ushtria, kur liroshin ata djemë që vinin ushtarë dhe liroshin nga ushtria, kishin mësuar nga një profesion atje. Njeri mekanik, njeri elektricist, njeri ku ta di unë atje dhe vinin ishin nga fshati, por nuk donin që të rrinin me në fshat, donin të vinin në qytet. Dhe kjo ishte gjëja me pasaj që një konferenciere, që ishte atëhere Aneta Gjermani, prezantuesja më e mirë. Përshëndesim Anetën, ka qenë pjesë e emisionit Personazhe në Fokus për gjitha audiencën e televizionit ato. Ashtu atje dhe ajo i pyeste, po ti thoshte ti, nga vinë që këtej nga Bubullima. Si e ke emrin? Lamelima. Nga vjen nga Bubullima. Qa profesioni keti? Rroba qeps. Po pse pak rroba qeps ka këtu atje, se tjerë këtu po do vishti që andej. Edhe i mirë dhe këtu atje dhe e mbyllte njeri Hekuran Zhiti ati, i aktor shumë i madh për neve, për estradën tonë, i parë, dhe nga të gjithë neve atje merin eksperiencën e tij. Unë njeri kam ndenjur shumë pas, se më pëlqente dhe a ishte më i vjetër dhe ndihmoja në aty, po dhe më pëlqente që ta shikoja gjithmonë dhe të merja nga ai. Edhe vinte ai thoshte, po ti si e ke emrin? Shahin Merdani. Nga je? Nga Pjeshegani. Ku punon? Rojet e Duhani. Një pjesë batute të ndërthurë me rim brenda. Me rim brenda, ai kishte me rim atje. Ai e kishte shkruar vetë këtë edhe kishte me rim edhe në Shkodër. Mbaroi kjo aty dorë trokitje të pa para dhe e kthyem edhe një herë nga fillimi. Kjo mbetet në memorien tënde? Mbetet atje dhe nuk harrohet. Si shikoni ndryshimin e humorit dikur dhe sot? A është zhvilluar apo është degraduar humori? Shiko, humori i sotshëm kam dëgjuar që ata thonë e kërkon koha, i përgjigjen kohës. Dhe luajnë figura, për shembull, krijon një figurë dhe atë figurë e luan gjithmonë derisa mbaron sezoni. Kurse humori atëhershëm kishte tjetër ashtu aty. Ai merrte tematika dhe do paraqisje një ashtu, do përgatiteshe, do të luanje me të gjitha ato. Po nuk kishte atëherë fjalë shtesë nga teksti. Nuk të linte njeri atëherë që të shtonje tjetër. A kontrolloheshin tekstet në atë kohë? Kontrolloheshin, që kur vinte, lexohesh ke trupa, do shtypësh materiali, do merresh një kopje, do çohesh andej. Do ta lexonin dhe ata dhe pastaj thoshin vazhdojnë. Do shikohesh në provë gjenerale. Shikohesh aty, edhe aty fillon dhe krasitja, që neve atëherë na vinte keq, sepse kishin punuar gjatë gjithë kohës me të, e kishin përvetësuar, mund ishte edhe një rol i bukur që na pëlqente edhe luani me shpirt, me kënaqësi. Mirë po, s'të linde gëshera. Po sot? Sot, thoj çfarë duhesh, nuk të pyet njeri, vetëm dil në skenë dhe thuaj që të vi, që të kujtosh që ashtu aty nuk thot njeri gjë. Si shikon këto humorin e sotshëm që ka batuta dhe jashtëdoloj norme në shumë ekrane televizive që janë orare që shikon dhe nga të veti dhe mënyra e të komunikurit gojës në mënyrë të shturë, do ta thosha në fojnë zatë. Të kuptoj. Si ndjehesh ti sot? Unë nuk ndjej mirë, dhe të them të drejtën nuk i shikoj. Unë në fillim ndikja që të gjitha i shikonja, jo për humorin, po i shikonja anën profesionale, si ishte realizuar, si luante, si ashtu ti. Më pëlqente, shikonja ato që ka arti, Po duke parë këto pasaj në kështu aty, dhe që jam vetëm aty nuk i shikoj, kërkoj gjërat tjera, gjërat të ashtu aty. Meqenëse ju e keni nisur karrierën tuaj me këngën, si e keni parë artistët lushnjar në ato vite, para vite 90 dhe pas viteve 90, në skenën e ishe stradës dhe pas viteve 90 në skenat që dihet se si janë skenat pas viteve 90. Vjeni një figurë e kësaj estrade dhe keni jetuar dy kohërat. Si ndani këngëtarët? Shiko, atëherë në fakt kënga popullore përqeshu. Dhe çdo estradë e kishte një këngëtar popullor,
Po kishte edhe dy. Dhe më thënë kishte edhe të jashtëm që i mirim si amator dhe që ishin gjithmonë të regjistruar dhe që vinin aty në çdo premier mirin pjesë. Edhe kënga popullore zinte vendin e parë atëherë, dhe shumë e përqyeshme. Edhe duetet tona, unë kam kënduar një rreth 7-8 duete, po dy sidomos, ai i pari që thash që e përcaktuam pak më lart, po thjesht pyetja ishte për këngëtarët aktual të afirmuar brenda në estradës profesioniste. Ishin të zgjedhur këta, po mirim dhe nga jashtë, mirim dhe tjerë. Dhe Lushnja nuk ka pasur probleme për këngëtar. Një vit, 2 vjet, patëm një në fakt, të ngushtuam, nuk po gjenim, po pastaj erdhën të tjerë. A mund përmend disa emra unë që ka qenë pjesë e estradës profesioniste, të paktën në nostalgjinë e kohës që mbaj mend unë. Duke thuar nga ish këngëtarja Vaqezela që jetoi shumë pak Lushe dhe largua drejt Tiranës, është Elida Korreshi, ka qenë një këngëtare stabil brenda ish estradës dhe pas viteve 90 i ka rezistuar dhe kohës, por dhe Liliana Kanina që ka qenë një nga këngëtarët e mira të estradës, ka qenë dhe një mos gaboj dhe një këngëtar tjetër që këndonën bashkë me Liliana Kanina, mos gaboj, ka kënduar një këngë Lulja ime, Dashuri e parë. Aleksandr Bufi. Bravo. Ka qenë shumë të bukur. Ka qenë duete, shikoj, ishin duete të bukura shumë të ashtu aty. Dhe ata televizionit biles i kanë realizuar ato, i kanë filmuar aq me dashuri, aq ashtu sepse vetë kënga e sillte atë kënaqësinë, bukurinë dhe duke i futur në ca ambiente shumë të bukura, shumë të pasur atje, shumë të mira. Kanë qenë vërtet aty, ka pasur plot, pastaj ajo Arkele Maka, ajo Nevruz, që së vjen ajo tash aty. Keni një mendim për Rudak Ismailin? Rudaku ishte instrumentist i mirë shumë. Ishte instrumentist i mirë, po dhe kompozitor. Ai kompozonte këngë popullore, bëri këngën për Elbasanin që ngu behim për në Elbasan. Elbasani i bukur, Elbasan. Ishte muzikant autodidakt. Çfarë mendoni për mungesën dhe mbajtjen e institucioneve që të ruajnë dhe të mbështesin humorin sot, profesionistët ku janë, ku kanë shkuar? Ku janë degraduar deri këtu humori? Profesionistët kanë ikur gjithë ata që ishin ikur ca në Amerikë, ca një në Itali, një në Greqi, në ku diun. A kanë dëshirë institucionet të mbledhin këta artistë? Fare. Pse vjen kjo? Nuk e di pse janë larguar, pse janë ashtu ata tash. Për artin aty thosh sigur është i njerëkës, shikohet sigur është i njerëkës aty arti. Nuk e di. Nuk e di, po desha të kujtojnë diçka për vete time, rolet më të bukur dhe më të dashur për mua, ka qenë rolet e muzeqarëve. Unë luaja një muzeqar të rregull, të ndershëm, të punëtor, babaxhan njeri. Dhe Shpeshherë u mbaj mend që mbaj edhe një takije. Me takijen më pëlqen dhe vinja takijen, vishe një kostum leshi, me një gjaket kështu të gjatë dhe me xhamadan si që mbanin atëherë vjeta, edhe pëlqeja shumë, shkonde edhe shumë për shtatë atje dhe fotografia ishte shumë e bukur me atë. Edhe kam pasur sukses me ato. Biles shkruash, a që shku pas shkruat dhe Leka një dialog me Aristid Saulin, a i vinte atje dhe i thoshe më një letër që ashtu, lexoj, shikon poshtë atje. Shumë i bukur, shumë i material shumë i bukur që u prit shumë mirë. Ky ka qenë në momenti më i veçantë dhe i paharruar i joti? Po, sepse ishte gjaku, vendi, paraqit atë vendi nga ashtu. Solle muzeqen në skenë. Sjell muzeqen në skenë. Ishte gjë e mirë. Të sjellësh atë figurën e popullit tënd atje banorëve të kësaj treve. Shpeshherë ke luajtur rolet që improvizimi në skenë ka qenë edhe thjesht oda fshatare muzeqare. Dhe shpeshherë ju ulesh me ato shilte dhe dikush me gjë.
A ka sot karakteristikë të tillë që të dikush të mbaj këto Jo, ose të përshtas për humor me këtë lloj? Shiko, sot nuk ka gjëra të tilla, për shembull, nuk e di se çfarë humori ndjekin, po jo vetëm ato, sot edhe kënga janë futur pas tallavasat, edhe këngët popullore që ishin aq të bukura nuk i dëgjojmë. Nuk i dëgjojmë. Nuk i po i kanë deformuar, i kanë ashtu dhe i japin, nuk e di se ç'ashtu aty. Po mund besh se duash edhe nuk thot njëri gjë. Para se të kalojmë te pyetja tjetër, unë do të falenderoja pikën turistike të Blerimit, qyteti Klushish, një nga pikat më të larta dhe më të bukura që sot na lejoi të bëjmë këtë intervistë kaq gjatë me ju, duke kaluar në pyetjen e radhës. A keni pasur ndonjëherë tundim të braktisni skenën dhe çfarë ju ka mbajtur gjithmonë brenda kësaj skene? Jo, s'kam pasur asnjëherë. Nuk kam pasur asnjëherë dhe nuk kam dashur që t'iki nga skena. Sepse të gjithë ikën atëherë, shkuan pas fëmijëve, ku të di unë ikën, morën aty, unë nuk kam luajtur, i kam qendruar besnik. Deri në fund sa e shkrin. Dhe kur e shkrin dhe ka marrë atë shkresën atje që largohem nga puna, më ka ardhur keq. Më ardhur shumë keq. Nuk e di. Nuk mund të ndahesha dot pa ashtu atë. Pa largimi juaj në moment që ju keni marrë njoftimin që do lini vendin e punës, parasysh mbyllet estrada ashtu si është mbyllur, sot nuk ekzistojnë as teatër as estradë, dhe qytetarët apo gjithë njerëzit që fundjavë duhet i kalojnë me të qeshura, ashtu si batutat e kohës, sot nuk ekzistojnë. Thjesht janë këto programe televizive që ne folëm pak më lart që janë ca batuta banale, më shumë se sa një realitet i kohës që ne jetojmë. Por kjo është demokracia, ky është sistemi, këtë kërkuam, aktorët e mëdhenj ngelen aty dikush jashtë dere apo dikush brenda dere, por ne sot flasim atë çka ne, ti dhe unë, flet për spektatorin dhe për emisionin personazhe në fokus. A ka pasur ndonjëherë apo ndonjë mesazh që ju keni si artist për të rinjët që duan të ndjekin rrugën e humorit në skenat shqiptare? A keni ju diçka t'i thoni këtyre të rinjve që nëse je talent, ti duhet ta japësh atë tek spektatori, po tek qytetari, që ti duhet trokitesh të bëhesh ikonë një qyteti? Po mirë më mirë, pa ashtu shteti duhet në fakt që të afrohen ti, po duhet ketë edhe njerëz aty që ti thresin, ti gjejnë, siç janë bërë ca tentativa këtu në Lushnjë për shembull. Ai Shahin Petrita i shkroi vetë një dy pjesë. Miku i emisionit tonë Shahin Petrita. Bravo. Edhe i shkroi vetë atje, i vuri në skenë. Ai i gjeti amatorët. Edhe mua më pëlqyen, ata kishin dashuri për skenën, kishin dashuri për të luajtur, për të bërë diçka. Po kej flakashte, nuk është ashtu. Duhet të jetë gjithmonë, aty duhet të ketë një shef muzike, një regjisor, një skenograf, një ashtu aty që të gjejnë njerëz, pavarësisht se sot ka. Po ka që vullnetar do vi, se arti këtë ka shumë vi vullnetar se sa pagesat për shumë aty. Dhe se arti gjithmonë kërkon lek, nuk prodhon gjë që të marrë lek aty. Ai vetëm të heq lek që të japin diçka të bukur. Dhe pa lek nuk bëhet gjë. Si shikon mungesën e artit sot në qytet? Duke thënë atë realitet që sot ne e shikojmë me syrin tonë. E varfër fare, s'ka asnjë, s'ka asnjë, është bërë kthyer si një fshat i largët atëherë në 48-ën, 50-ën. S'ka asnjë, asnjë. Si shikon ta drejtuesit e rinj që drejtojnë kulturën? Drejtojnë qendrat kulturore fëmijëve, pse nuk rrisin art, pse nuk rrisin talent? Çfarë është, çai mungon? Se di, si thot njëri gjë, si ashtu aty. Unë nuk i njoh se mungon kërkesa llogarisë? Unë si njoh se kush janë, se di se kush janë. Kush është drejtori i kulturës, kush është e mbulon në bashki kulturën. Nuk e di. Ju jeni shpesh që jeni pjesë, me sa kam parë, dhe shpeshherë kur krijon këto aktivitete në sheshin e qytetarëve para bashkisë, ju jeni pjesë. Si e shikoni këto lloj aktivitetesh? A janë tota gërvura për të thithur qytetarin për të qenë në shesh, apo thjesht është një parad për të kaluar që ja po bëjmë diçka ne për t'i dhënë këtij qyteti? Më shumë kjo e dyta.
domethënë është një gjegje apo marrin për shemb marrin ta zëm portokallin. E bjen këtu, paguajnë ca lekët për ata, edhe mlidhet qyteti aty një natë dhe ja e bëm në vend e pru me humorin, pamuk, kënaqen njerëzit e gjitha, apo atë tjetër që vjen me këngët popullore. Nuk e di pse Lushnja mund të mbledhësh 15 këngëtar. 15 këngëtar të përgatitesh një koncert të mirë me ata. Një koncert me ata, të gjithë, ta japin në skenë, ta japin në shesh, dhe njerëzit dhe populli do kënaqet sepse do shikoj qytetarët e tij që po këndojnë. Janë njerëzit e dashur atje dhe njeri ka fis, tjetri ka kështu, të gjithë pastaj do i kapin, do i urojnë, do kënaqen. Për të kaluar në një pyetje pak emocionale për ty, sepse gjithë jeta jote ka qenë në rolet e stradës, ish stradës profesioniste të qytetit të Lushnjës, përveç se keni pas role të ndryshme me aktor brenda kësaj shfaqje, po një nga mbështetësit e juaj ka qenë bashkëshortja që ka qenë një nga aktorët e stradës profesioniste të qytetit. Sot ne jap një pjesë homazh ndaj saj për veprën që ajo ka lënë dhe trashëguar në humorin e stradës profesioniste të qytetit. Ndoshta kjo ishte mes emocionesh tuaj, sepse janë kujtesa që vijnë gjithkohës, por unë do të bëj një pyetje pak emocionale dhe ndoshta dhe pak e thënën me atë ndjenjën e dashurisë të brendshme që ti vazhdon të ndjesh atë lavdatën apo atë nderin e hapësirës tënde të dashurisë midis një familje, një bashkëshorte dhe një aktore në skenën e stradës. Si lindi dashuria mes jush? Me bashkëshorten, ishte arti që ju bashkoi apo ndjenja e pastër mes një çifti të rinjësh që konkluzionin e tyre nxishin me disa arti dashurisë dhe shikimet në artin skenik. Ai ashtu ishte ndjenja e dashurisë, ndjenja e të rinjve për të dashuruar. Dhe duke parë me syrin e asaj që do të bëhet bashkëshortja e jotja apo bashkëshorti i saj, duke parë më karakterin, duke njohur këto, duke zbuluar aty, afrohen me njëri tjetrin, po edhe skena na afrojmë shumë, sepse ne kur këndonim bashk, apo kur luanim bashk, dorëtorkitet i merrim të dy, dhe ajo na ngjallte një kënaqësi shumë të madhe atje dhe që nuk harrosh, dhe ndjeshim shumë mirë kur luanim me njëri tjetrin. Ishim të lirë, ishim të çliruar. A kishte raste, duke qenë drejt për drejt me shikuesin, se shikuesi thotë po mirë, gjithë artistë të mëdhenj, gjithkohës në jetë, gjithkohës në role. A kishte raste për shembull që në rolet ju dikush i stononte apo dikush e thotë mbasi mbaroni rolin thash se ti e ke fajin. Krijonte ndonjëherë ato sërnajet e voçkëla që ne i themi brenda institucionit punës? Po, kishte. Ka kalon nga puna në familje pastaj. Pavarësisht se ishin në familje, po ato ishin tashu, jo, pse s'ma dhe kështu, apo pse s'ma bëre kështu aty. Kush ishte këmbgulës më shumë nga ju të dy? Ishte më shumë këmbgulës ajo. Po ti si e kaloje? Unë e kaloja me ashtu aty, me qëllim që edhe atë nuk doja që ta rëndoja ata ashtu aty, po përkundër si mirë, se ta rregullojmë, ta shohim aty. Si ke pas marrëdhënien me aktorin tjetër Hasan Dervishi? Mira kemi pasur. Si e cilësoni si aktor? Ishte aktor i mirë. Kishte, domethënë, donte t'i jepte spektatorit gjithmonë, t'i jepte diçka që ta argëtohesh. Si shikoni Lida Korreshin, një nga këngëtarët që është pozicionuar mirë në skenë? Po, ishte një nga këngëtarët që edhe institutin e mbaroi edhe gjitha ato ishte këngëtare mirë, sidomos këngëtare përshtjellur. Përshtjellur edhe për populloren, po edhe për muzikën e lehtë. Edhe vazhdonte gjithmonë edhe në televizion, edhe ato pa të kënduar, gjitha ishte këngëtare formuar. Para se ne të kalojmë te mesazhi juaj i fundit për emisionin Personazhe në Fokus, duke treguar gjithë fokusin e punës tuaj, gjithë personalitetin tuaj, gjithë imazhet, ngjarjet, çdo gjë që ti ke
provuar në atë skenë 60 vjeçare dhe duke folur dhe thjesht edhe për prezantimin, respektin, komunikimin e diçka që ke në shoqërinë tënde, a është shoqëria një pjesë e joje të shtetit që të mbajnë gjallë sot në ata aktivitetin dytor? Patjetër. Kush janë miqtë e tu, më të afër që janë të përditshëm? Po kam unë miq plot, kam unë kam shumë që më përshëndesin, më takojnë ku gjithë i dua dhe më duan. Dhe aty e marr kënaqësinë që më duan. Po unë të gjithë i kam dashur, të gjithë i dua, të gjithë i kam njësoj. Për të kaluar pak kritika, ka në një mik që dikur e ke pas shok ti dhe sot në të mosh përsëri shoqëri thot, ama se në atë kohë ju keni bërë humorin sepse kjo ja donte partia dhe kjo ja donte. Ka. Si përgjigjet Petraqi? Pa mirë, ashtu ishte mirë. E kalon me buzëqeshje. Me buzëqeshje, mirë, ashtu ishte. Ashtu e shikon ti, ashtu ishte. Pas se të kalon te mesazhi i fundit. Ne duam një pikante të bukur nga humori juaj në vite, nëse ju keni diçka për ta thënë drejt të drejt për emisionin Personazh në Fokus? Shiko, duke mos u afruar tek arti, jemi thuaç ndarë, që nuk dua të ndahesha, nuk donja të ndahesha, dhe kemi harruar dhe nes, ma mend tash se ç'a them ne. Kështu që edhe mund të kujtojmë në gjëra, mund të në art atje, po se mos na ngelet për gjysmë. S'ka problematikën, si ka që Petraqi ti të bën atë humorit kohës. Është një fabule Gjikurtiqit atje, miku im dhe shoku im, edhe i klasës që i mbaruar bashkë Politeknikumin. Bënte fjalë për pjesë e humorit e Gomari dhe Bilbili. Konkuruan për zë të mirë vesh gjati me Bilbil. Bilbili si Bilbili, ligjëror plot hieshi më të bukurat melodi. Gomari palli më pas, ashtu, siç ditë pollas. Në zhjuri, faqe me nder mete pjesë dhe një derë, i cili dha plot zgjuarsi këtë mendim për vlerësim. Më bukur këndoi Gomari, jo e pat Utum Qilari, pastaj është edhe më i fort, e ka zëri më të plot. Tha Bilbili pikë vrerë, ç'mund të presësh nga një derë? Shumë e bukur, shumë faleminderit që ti edhe një batut tënde, një lloj humori që është pak prekës edhe për kohën e sotshme, se sot normale na drejtojnë dhe Bilbilat, po dhe shumë derra, po dhe shumë gomer. Kështu që po të mbështjellësh të gjithë bashkë këta, kalojmë në atë prizmë që shpesh herë Nietzsche e thoshe që ça mund të presësh nga një njerëz që nuk di derën e vetë se ku shkon. Kështu që normale unë të falenderoj që ishe pjesë e emisionit Personazh në Fokus, për spektatorin dhe për audiencën e këtij emisioni që ne shpeshherë takojmë figura të ndryshme, jo vetëm nga qyteti i Lushnjës, por nga gjithë atje ku janë personazhe, duke i sjellur ata me realitetin e tyre që ata jetojnë. Cili do të ishte mesazhi juaj i fortë, jo vetëm për emisionin Personazh në Fokus, por edhe për shumë të rinj që merren dhe dëshirojnë të merren me art? Unë them mesazhi është që vetë autoritetet e qytetit, bashkisë, nuk duhet largohen nga arti. Arti është një gjë që i mledh njerëzit, i shploth njerëzit, i nxit njerëzit, i mbush me ashtu për të punuar më shumë, për të punuar më shumë dhe për të prodhuar dhe ata gjëra më të mira dhe më të bukura. Ashtu edhe arti, kështu që nuk duhet i largojnë, po duhet të heqin njerëzit, atë të rinjt, të rejat, të jenë aty pas. Qyteti do të ndihet i gjallë, dhe ai që e bën që të ndihet i gjallë është arti.
kënga, muzika, loja, një aktorëve të gjitha. Ta mbajnë afër. E bën sallën tash e zbukuruan, e kam bërë të bukur të gjitha ato, por unë nuk e di, do ta mbajnë dot apo do ta mbajnë, ta ruajnë ta ashtu se nuk vetëm ashtu, pastaj Nuk është vetëm ndërtesa, duhet element. nuk është kosherja, po duhet bleta ajo që e bën Që mbledh mjaltin, që prodhon, që mbledh çdo rrugë, që mbledh lule për ta sjellën kosher. Tash kam hyrë brenda, kam parë atje, më ka përqyer, më ka ashtu atje, po më tha ai njeri atje që ata sistemin elektrik tash elektrikun e ka bërë me pult komandimi, me elektronik, ajo do dhe njëri, do dhe njëri të funksionojë, do një inxhinier atje. Ke kënaqësinë që kjo ndërtesë është ristrukturuar totalisht? Shumë, pas 50 vjetësh erdhi tamam, pas 50 vjetësh që të rikonstruktohet. Po kjo me këtë rikonstruktim do shkojë dhe 50 vjet të tjera, se s'do bëhet për vitet. Kështu që duhet mbajtur, duhen gjetur dhe njerëz. Duhet kontributet nga të gjitha anët, të gjitha institucionet, ana njerëzore, gjithçka që sot i takon një institucioni. Skena duhet mbushur tash me njerëz të luajnë, të këndojnë, të gjitha aty. Po ku do t'i gjejmë se shumica njerëz janë larguar? Të rinj siç ka shkollat aty. Ata ka edhe të rinj që janë të tjerë, mund t'i afrosh, t'i gjesh, do t'i thresësh, hajde, provoje. Zoti Petraq, faleminderit që ishe pjesë e emisionit për këtë të shtunë personazhe në fokus. The dhe gjithçka nga jeta jote, në një sken të ishe stradës profesioniste, një jetë të tërë në art, një jetë të tërë në kulturë, duke të uruar nga ky emision jo vetëm unë, si drejtuesi të emisionit, por edhe nga vetë audienca e televizionit apo vonë, të kesh një pleqëri të mbarë, por me një art të paharruar në memorien tënde. Mitë e mi, Faleminderit. edhe për këtë të shtunë emisionit ton i erdhi fundi. Nga pika turistike e Blerimit, miru takofshim të shtunën ardhshme në të njëjtën orë dhe me personazhe të tjerë.